fillon qepja e uniformave. Ndërkohë ka fillu stërvitjet ushtarake, në vende ku veç kishin progres në organizim. Drenica në ato të vetat, Prizreni kishte malet e Kabashit Vrinin, Gjakova e kishte në Racaj, në Rekeqe, ishte edhe në qytet, në 2-3 shtëpi ishin disa punë, po organizim edhe vende tjera kush sa kish mujt edhe kish fillu. Do të thot, erën e luftës me unë dëgjua mu përjetu të njerëz. Gjithë një ma shumë antarësoshin, bashkoshin njerëz, kishim edhe disa kurse shëndetësisë në Rogovë si fshati më i madh, në Çermian në anën tjetër, pa ato përmes dikuj tjetër mes me huetu që i fronti o ka i krym, i metën do e shoqatave të graveve, ku në kontakt ishte doktor Femi Vula, me cilin vetëm unë kom komuniku, për me e konspiru, mes me mujtë me u dekonspiru nes një moment. I kemi caktu në për gjitha fshatat shtëpit spitale në rast eventuale që mund të bëhen, e aje ka pas për detyrë nga kartoteka vetë me nxjerr personelin aty në terreneve që mund të shërbejnë. Edhe jo, kjo punë ka qenë e kryme, në të njëjtën kohë fillon qepja e uniformave. Aty kontributin e vetë e japin edhe mentori, vllau i mentorit jetoni, edhe do të tjerë që skicojnë, po ato qepjen e bojnë Zülfije Haxhosaj, në familjen e Deli Haxhosajt, edhe Ahmet Krasniqit, anën tjetër. Këta dy vende janë qep uniformat e frontit. Do më thënë, pasi që u skicun, me njëherë filloj... O siguru materiali, jo, o siguru një farmyre... Dora e pare punës, sa ishte numri këtyre uniformave? Ka pas numri i madh, dikun vetëm sekuestrimi i tyre një 144, do thot ka qenë. Disa janë shpërnda, onash i kanë marrë me i pa, kanë shku, disa janë zonën fazën e pa përfundume,